nderuara kryetare Kuvendit Republikës Kosovës, të nderuara kolegë dhe ju kolegë deputet, media dhe gjithë pranishmit që jeni në sallë. Kisha pas qef një përgjigje prej Albin Kurtit me na tregu prej kuj po tuten që po mojnë seanca natën. Kishme qenë shumë e rëndësi se po mdoket që po tuten fort sa i përket seancës. Nderuara kryetare, dhe në këtë moment kur po flas, unë halas kam pranu ftesë për pjesëmarrjen këtë seancë. Dhe jam e bindur që askush prej krejt deputetëve nuk ka pranu ftesë për thirrjet kësaj seance. Na ka ardhur një mesazh, hajdeni se kena seancë në ora 8, mesazhi ka ardhur 7:47 minuta, 13 minuta para 8-ve. Na jemi sot këtu, po sot nuk kemi marrë askush ftesë me shkrim dhe qysh e përcakton protokolli Kuvendit. Doni me thonë ndoshta dikush këtu që është seancë e jashtëzakonshme se u bonomi, edhe pse kur gjë nuk është e jashtëzakonshme, çdo gjë është e zakonshme. Kur gjë s'ka ndodhur në Kosovë. Krejt çka është ka ndodhur në Kosovë është që për 2 javë rresht e kemi pa përpjekjet e Albin Kurtit që në Kosovë ta instalon një sistem totalitar. Deputetet ta tërheq vrejtjen për përdorimin e kësaj gjuhe dhe të lutem për mbaju rendit të ditës. Unë të falenderoj shumë për tërheqjen e vrejtjes, veç tregom ku gabova. Besoj e din shumë a mirë se one. Tregom ku gabova, cila fjale ime ishte fjale jo parlamentare dhe unë kërkoj falje, të lutem. Sa i përket çështjes së jashtëzakonshme, du me bo edhe njëherë me kthy në kujtesën e qytetarëve të Republikës Kosovës. Kur në Skënderaj, vërshimet e rrezikonin jetën e qytetarëve, kur nuk funksiononte asgjë në Skënderaj, kjo qeveri, këta njerëz, hezitonin, të lutem se është krahasim. Nuk ka deputet tjerë të paraqitur për fjalë, prandaj edhe vazhdojmë me rendin e ditës.